Që më shku mas pari të varri profetit, sallallahu alaihi salam, atu ka qenë një madhështi e jashtëzakonshme. Momentin kur kemi zbrit tokën e shetë, unë e kom një vetën shumë të lumtur edhe viç kom qojtë. Këtë pjarësh këtu, këtë pjarësh raki. Me fëmijë, me familje, me këtë, veç më qetë rreth qobës, po të kisha lëtë gëzimi kish. Se thot parkojnë për deti, 5-6 mijë për harxhojnë, në deti parkojnë. Eksperiencë mjaft interesant, mjaft e mirë, e kena prit me padurim, kur kena shku mas pari të varri profetit, sallallahu alaihi salam, atu ka qenë një madhështi e jashtëzakonshme. Nuk muj as me përshkru me fjallë, çfarë kënaqësie, çfarë ka qenë. Që keni ndje momentin që keni zbrit në tokë të shajtë? Momentin kur kemi zbrit tokën e shetë, unë e kom një vetën shumë të lumtur edhe viç kom qojtë. Diqysh s'kom ditë çaq momentin e parë. Momentalisht edhe tash po të shoh që je pak e Shumë emocionume jam. Shumë, se ka qenë e papërshkrueshme, nuk e di çish më mirë. A ka qenë kjo ëndra jote më e madhe me vizitu Po gjithmonë ka qenë ëndra ime që qobën ta vizitoj. Momentet më të mira janë kur kemi shkel për herë të parë te guri i zi qobës, edhe kur e kom prek gurin e zi qobës që e kom prek, atu ka qenë momenti më i lumtur edhe më i mirë që nuk di në jetën time që ka diçka më të mirë. A ka pas kosto ky udhtim? Po, ka një kosto, po ja vlen. Ja vlen. Çka kishe pas me ju thonë njerëzve që ende nuk kanë qenë në qobe? Ata të gjithë që ende nuk e kanë vizituar atë tokë të shajtë, çdo gjon në të kursejnë, vetëm që të shkojnë dhe ta vizitojnë. Si po ndjehesh tash ti momentalisht? Tash jam pak emocionume, se kom marrë familjar tipov normal. Apo ndjehesh e plotësume që e ke kry? Po, e kena plotësu edhe një fazë të Allahut, i cili nëse kush ka mundësi mund me shku me vizitu, nëse s'ka mundësi. A mundesh më na fol më shumë për eksperiencën në qobe? Valla atje kush luma kush shkon. Që keni ndje ku keni shkel në tokë të shajtë për herë të parë? Vallai sikur nuk di, këtë pjarësh këtu, këtë pjarësh raki. Me fëmijë, me familje, me këtë, veç më qetë rreth qobës, po të kisha lëtë gëzimi kish. Ati këtë lëtë gëzimi kish më shumë. Unë për veti po, zemra ka kojtë, kur ka zemra del loti. E nuk di që me përkru ma gëzim më të madhë. A mundesh më na tregu momentin më të mirë atje? Momentin më i mirë kur mi qellë rreth qobës. Ati është më i mirë jesh. Domethënë aja kulmi i haxhet. Që aty kur bën tavaf që thonë, më qell aty vizitë me mua që aty është më së miri, është më i miri. Po momenti më i vështirë? Kisha pak, vështësi kish. Përpleqesh pak më problemi është, përpleq. Temperaturat e larta? Nuk pëllish e fort. Kur ki mend në gjithë atë i fokusuar ku je, po nuk pëllish temperaturën. Aty është më shumë ti. Ai që ka mësuar atje, këti për ballan. Kur ka me vullnet me zemër me shpirt. A ka qenë hera e parë për ty? Po, hera e parë për mua. Po të kishe mundësia, do të shkoje përsëri? Po. Çka kishe pas me ju thonë njerëzve që nuk kanë qenë ende asnjëherë? Kush i ka mundësit, e ka shëndetin, ma i ri me shku. Binëm sa me ri është ma mirë. I pleqnijës, ishtë pak problem atje. Ishtë pak problem ishtë. Po, vorë kush i ka kushtet, që i ka kushtet. Për ndryshme me patë kushtet ishtë sa ma pora me shkuën. Se thot parkojnë për deti, 5-6 mijë për harxhojnë, në deti parkojnë. Kë kemi obligim të onë. Kush është muslimon fjatar, obligim një prej 5 shtyllave të lëmë. Çish po ndjehesh tash që ke ardhur këtu, apo ndjehesh i plotësuar? Po, do të tu ka gjë kur punon, më njerëz kur pastrohet, çfarë do të si i pastër. Do të inshallah i ka pranuar Allahu gjinohet me kotët. Që kjo është edhe kanë shati që më thënë i mirë. Për me shku vizitë është i mirë. Për me thuash temperatura më dhe shumë. Po të ju ka bëzuar të ty në